Akuzat ndaj spitalit që doktori Halit Maloku udhëheq Alokës, 46 vjeçarja i rrëfeu para kamerës së Keks Kosovës. Sipas saj, ndërhyrja kirurgjike në sytë dhe vetullat nuk shkoi si duhet dhe kësaj tha se ju paralizua ana e majt e fytyrës dhe disa mjek të tjerë i thanë që kishte dëmtuar edhe nervin e syrit. Megjithatë, për emisionin, doktori që kreu operimin, kirurgu M.K, refuzoi të prononcohet, por që prapa kamerës mohoi të gjitha akuzat. Në anën tjetër, një përgjigje nga vetë drejtori Maloku që e vështirë ta marrim, ndonse dërguam pyetje përmes emailit, e telefonuam disa herë, e madje edhe shkuam në klinik 3 herë radhazi. Është data 3 dhjetor dhe është ora 7:30 dhe ne do të nisemi për te spitali Aloka për herën e tretë në mënyrë që të tentojmë të marrim një përgjigje nga drejtori Halit Maloku në lidhje me rastin e pacientes V.K, e cila në Keks Kosova raportoi për pretendimet e saj që ndërhyrja kirurgjike në sytë e saj nuk ka shkuar si duhet. Të shohim se çfarë do të thotë drejtori. Në 2 herat e para, për drejtori na thanë që nuk ishte në spital, por që në herën e tretë ndonë se ai ishte aty. Megjithatë, sipas një punëtores, ai nuk e shete të arsyeshme që të fliste rreth rastit në fjalë. Është hera e tretë që po vim te spitali Aloka për të tentuar të marrim një përgjigje nga drejtori i saj Halit Maloku në lidhje me akuzat e pacientes V.K, e cila pretendon që ndërhyrja kirurgjike në sytë e saj nuk ka shkuar si duhet. Megjithatë, edhe për herë të tretë ne nuk arritëm të marrim një përgjigje për shkak se herën e parë na u tha që është festa 28 nëntori dhe askush nuk ishte prezant në spital. Në herën e dytë ishte diku rreth orës 4:30 dhe na thanë që as drejtori as dikush nga menaxhimenti nuk ishte prezant në spital. Ndonë se sot është ora 8 e mëngjesit dhe ne erdhëm sërish tek spitali dhe drejtori Halit Maloku ishte prezant në spital, na u tha që ai nuk dëshiron të prononcohet për ne në lidhje me rastin për shkak që nuk e sheh të arsyeshme. Po ashtu as nga menaxhimenti nuk dëshën në fakt që të flasin për këtë rast dhe kështu një përgjigje nga spitali Aloka nuk arritëm ta marrim.